mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin I Pavarur. Emision cilin kam derin ta bëj bashkë me kolegun, le ta quajmë se deshta drejtojmë emisionin, je kolegin nderuar në fushën e medias, po nuk jemi as pak koleg se është avokat. Edhe ndërmjetës. Edhe ndërmjetës. Domethënë ndërmjetës do thotë ti ke një hall. Sa të shkosh në gjykat 30, 10, 15 vjet, shkon tek Geraldi me një seancë. Mbaron. Se tani do rrim dhe më shumë. Po. Jo 10-15. Do ta themi. Edhe 40. Mos ta diq emisionin, të lutem. Ne ndojtë 50 vjet me Enver Hoxhën edhe Suqam. Ti po rike në gjyq ti 15 vjet. S'ka gjë fare. Gjyqa jote. Po punë madhe fort. Po urime për qeverin, urime, kishte ardhur koha për një ndryshim Erald. Erdhi ndryshime. Po. Erdhi, sepse ja, kjo zyrë kaq e vogël e pesa e madhe ishte kur u bë samiti. Po jo më le reformën në përmbajtje. Kishim kaq kohë që ishim pluralizëm. Kishte ardhur koha të bëheshim diktaturë. Dhe ja ndryshimi ndodhi. Shqipëria është një vend totalitarist. Të gjitha pushtetet I ka një parti e vetme, partia e cila na drejton përmes udhëheqësit saj, shokut Edi Rama dhe shokëve të tjerë udhëheqës. E ka ndodhur gjëra për të cilat edhe ne do të ndryshojmë. Se nuk rihet I pavarur. Litari Kristi, zbritje se na duhet. E ka ish Litaj. Kush e ka ish aty e kam? Për ditë zeze kam. Do vi shumë. Si dihet. Kështu që populli dashur urime. Edhe ju lumta e dorë që votuat Partitë Socialiste. Këtë votonim Saliqenin, më mirë Edi Ramën, jemi mësuar, ishin vështirë 4 vitet e para. Tek të dyta thanë mbaroj. Ke treta thanë, tani pastaj thanë, "Ore pse ta ndrojmë? Ja I iku Edi, kush do vi?" Do të flasim edhe për këtë. Kur son them, po ti këtë Edi, ku do rishim ne? A do ishte kjo zyrë kaq e bukur? Po do ishte këtë. Ja. Nuk do ta lindë këtë? Ja, nuk ta lëndë. Një tjetër kush do vitet se na lëndë këtë zyrë. Po mirë, me këtë ndryshon dekor, se s'është ai gjë. Po nuk e ndryshon, më pëlqej ky piktoria, është shumë bukur dekorin. Po sa gjëra ka ndodhur në këtë periudhë paral. Ndodhi zgjedhja. Ndodhi ai samiti. Kishim edhe një gjë për cilën Sum mut. Kthej, ma nxjish ciklën me një foto. Ja. Kam 2 fëmijë me ish gruan, ambasadori BE-s. Tani jam martuar me një burr. Mënyra si jam unë nuk është kërcënim për ju. Dhe çudi do të ishte të thoshe për shembull, kam 2 fëmijë me ish burrin, edhe tani jetoj me një grua. Kjo do të ishte çudi për shembull. Që ambasadori BE-s thotë, tani jam martuar me një burr. Mënyra si unë jam nuk është kërcënim për ju. Drejt me ta thënë, shiko, ore pse s'u bë ajo parada e famshme e 17 majit si vjet? Ne nuk u bë këtë vit. Po sikur s'kam parë, lajmet I paçi, krefat gjitha. Nëse unë mendoj. Apo se janë në fondet. Mbase janë prej fondet nga edhe kjo administrata, apo themi lufta politike që bëhet Amerikë, Europë, SBA, por edhe me papën, me deklaratën e fundit që Mos është për tarifat e Trumpit, që ka dhe bytha tani, nuk është më xhaba, si dikur. Se bëheshin këto tobime, le t'i quajmë. Dilin, edhe ku diun festonin apo protestonin, nuk e di. Dhe ky xhaxhi që thot xhax, le t'i themi, është burr. Është një burr që është martuar me një burr, thot mënyra si un jam nuk është kërcënim për kërcënim që është. Pse është kërcënim? Sepse këtu nga BE-ja, kur ne do të marrim pasaportën, na erdhën ca projekt ligje të çuditshme. Surrogacia, prindi 1, prindi 2. Po kemi edhe ligjin për komisionerin kundër diskriminimit, që është një ligj I 2007-2008, që ky ligj mbron të drejtat e LGBT-s për këtyr komunitetit. Vetë është posaçërisht vetëm për këtë. Po ka edhe ligje gjatë kohës PD-s, ky ligj gjatë kohës PD-s është bërë. Ka edhe ligje tjera që natyrisht ka marrë dhe miratimin e partisë tjetër në atë kohë, PS-s që ka qenë opozit, që personat që ishin në pjesë e këtij komuniteti kishin përparësi në administratë, në vende pune, për të marrë shtëpi, për të marrë shtëpia, për të marrë kredit të buta, pa çdo lloj përparësie, pa mjaftonte ti të deklarosh që ishe këtij komuniteti, madje merresh edhe azil më shpejt. Në Shqipëri nuk është problem ti jesh kështu, LGBT. Ti jesh pakic kombëtare. E vetë në fatkeqësi në Shqipëri është ti I varfër. Vetëm për të varfrit nuk ka as ligj as kujdes. Për këta tjerët, kështu që ky burri që me ish gruan ka 2 fëmijë, po tani është me një burr, I cilit Zoti akoma si ka dhënë fëmijë, po shpresojmë që t'u japi.
Thot nuk jam kërcënim. Je të keqen, je po shqyr zotit, erdhi ai tjetri, erdhi Xhaxhi Trumpi, që tha, nuk ka më banjo me 100 kompartimente për të gjitha ndjeshmëritë seksuale të rrothe. Burr, grua. Ikën unë flamuri, se ishte flamuri këtyre që nuk ka rrezik. Ishte në departamentin amerikan të shtetit, pra ishte flamuri amerikan me yje, për cilin ishin dhënë gjakun mira, e qindra mirë amerikan, edhe shtetas tjerë, dhe ngjitur ishte ky tjetër ku kishin dhënë kontributin e tyre, dhe i mbronte si gjakun amerikanëve dhe këtë të dy nuk mbronte, as fukarin, as jetimët, jo, mbroheshin, kështu që rrezike. Do zoti, se thon njerëzit, po çfarë do bëj Trumpi apo? Ore, Trumpi është duke ndryshuar shinat. Nuk do kaloj treni këtu, do kaloj këtu. Tani ne jemi te stacioni i fundit i trenit. Po në fund fare prapë ne Po themi fund fare, po qartë. Ne gjithmonë ai ikën treni. Po ne më duket do na shtypi treni aty ku jemi, ku kemi shtëpinë. Kristi, marrua me këtë burrin që është martuar me një burrë dhe që ka 2 fëmijë me një grua. Po pse, ore këta që janë kështu, pse s'bëj fëmijë me gratë, me burrat, më fal. Po biologjikisht. Po jo biologjikisht, po të pyesje çat çipitim deri para zakonisht, tash s'kam nerva. Thoshte për punën e gjinive, po shiko se nuk është se është e përcaktuar fort mirë. E kështu thoshte, është vërtet. Doli tjetër inteligjencë natyrale, Donald Trumpi tha, mbase shumë inteligjent kjo artificiale. Natyrisht ka një që ka lindur kështu, një që ka lindur kështu. Burr, grua. Java e familjes, sepse javën e kaluar ka qenë dhe dita familjes, e cila gjithashtu si nuk u festua ajo tjetra, nuk festohet. Në këtë më ka qenë edhe dita e mamave. Po, ka qenë dita e mamave. Mas një, po mas 2. Diku të 11 maj, më duket ditën e zgjedhjeve, 10 maj, 11 maj. Ne kemi mbajmë 8 marsin. Ku mamat tona, gratë, motrat, gocat, vishën bukur edhe shkon han drek me shoqe dhe kërcen. Po. Kjo është. Ndërkohë që kjo dita familjes, me thonë të drejtën, ka nevojë të festohet. Ka nevojë të festohet dhe gjithësisht, sepse familja është teorikisht dhe praktikisht baza e asaj që ne jemi. Pa familjen, atletarit që e kam këtu sipër, do ta kishin vënë këtu, do na tërhiqnin zvarr se s'kishte as kush na mbronte dhe as për këtë jetonim. Do të pyes ç'është kjo fëmijë e 2 komuniteteve armër. Po kanë marrë 2 lagje. Jo. Nuk ka komuniteteve. Jo, më burr, shkodër. Të vazhdon si ka hyrë ndasia në këtyre komuniteteve njëri tjetrin. Të lutem. Ama. Është në projekt, kush ja hyta letë. Lutem Kristiano, hiqe se më shërm avokatin, aman. Yri, Celibashi pranon se zarfet e diasporës s'kan ardhur me DL, e pavlefshme nëse faktohet. Po drejt ka, sepse nëse s'kan ardhur përmes DL-s, po për shpejtësi kanë ardhur dorës. Tash ato mund të kenë qenë aty s'kan ardhur fare. Po. Mund të kenë qenë në KGZ, por po edhe procedura. Fal, ja pse jeni të gjithë i zevzekun puni dot. Po mirë, pse është gjitha e rrugë, domethënë që niset zarfi nga Tirana në Selanik për shembull. Kushton. Me makinë. Pse me avion jo? Ore me avion është më shkurt, po me makinë deri në Korçë thon 3 orë. 6 orë. Po. Ta bëje firmën, sa të kaloj procedurë, do 12 orë zarfi vetëm udhtim. Po. Ndërkohë që ti sot je në epokën e celularit. E merr këtë, edhe i thua Eraldit që është në Tiranë. O Erald, të lutem. Hapet çik kamerë po pesa. Edhe vër emri Pandeli Majko, me që s'ka fituar Pandi. Te Pandi. Ke bështym kam. Lëpije, zarfin, edhe çoje. Pse do bëjnë zarfin gjitha të rrugë, të shkojnë në Selanik, dhe të vinë nga Selaniku zarfi me makinë. Bëhet kështu apo? Mendoj unë, a? Jo, ti mirë mendon, sepse kështu i bie ku që kemi edhe të gjelbër, sepse nuk harxojmë naftë, se nafta ndot ambientin, nuk harxojmë shumë letra, shumë transport. Fal, mos ngatrojnë gjërat, jo të gjelbër. Po mirë, tash në parim që s'do ta harxojmë se ta harxojmë. Po. Me harxhu, se rilindja Mavia pëlqen me harxhu. Shiko, nuk është gallat kjo që them unë. Kjo që t'ja bësh me telefon. Kurse unë e kisha që po, nëse faktohen, por unë besoj që këtu të pavlefshëm nëse faktohen. O, shiko. Si gjithmonë ka thënë nëse. Se unë s'di, zgjedhni që të fakturë. Saroni. Pse më dhe Saroni? Po jo, shiko, zarfet e diasporës nuk kanë ardhur me DHL. Po ç'vlerë ka zarfi me çfarë vjen më herët? Rëndësi ka çka brenda? Po. Tani, ajo që është brenda.
Një. Tani flasim shumë seriozisht, po me humor. Në qoftë se ti ke mundësi ta marrësh, shkosh, më falet, do dhjesësh, me atë t'ulesh brekët, t'ulesh në alet, kalosh shkon. E ta marrësh, shuhet të marrësh i shok ty. Që nge list jo! Ku jam se të kam këtu, na? Pra, që ti të mos a kesh, ti votën ta fotografosh. Ynë burë kapën sa njerëz spaku gjëja, duke fotografu votën. Ndërkohë që rregullisht të gjithë diaspora kanë bërë. Po sepse ligji diaspor nuk aplikohet për ligjin shqiptar. Prit pra, atëre, ose ne jemi të barabartë para ligjit, Nuk jemi. Ose ligji nuk është i barabartë për gjithë. Prit, minutë. E dyta, ka arë tjetër, ka marrë letrat. Këte, bjerë këtu, bjerë. Qite lapën? Ku të zarf, i këqohet tani. Pra, votim grup, votim familjar, blerje votës, të gjitha janë të mundshme me këtë ligj. Unë nuk them, si thot të vlefshoj nëse faktojnë. Unë nuk kam nevojë të faktoj. Unë them, ligji nuk ka mbrojtur votën e diasporës. Kaq. Ligji për votën e diasporës le të hapur gjithçka. Vota është një paçavure. Kështu që unë them automatikisht, momentin që ka ardhur, për marrë gjithçka që thesh është sakt, sepse ligji për votën e diasporës është një për mua maskarallik. Nuk duhesh të thënë fare as vota diasporës, sepse diej ku manipulu vota në SBA, jo më në Shqipëri, që ne kemi problem me numëru votat këtu, 500.000 vota, 600.000 vota, ku numëru si zgjidh njëri tjetrin dhe të tosen votat edhe partisë njëri tjetrit, jo më ca vota me posta, me zarf, që janë pa imagjinueshme për të paraqitur të vërteta. Ndërkohë, mjafton vetëm fakti që thotë që nuk kanë ardhur me DHL, paktën për procedurë them, pa përmbajtjen çka ka zarfi brenda, po nuk erdhi me institucionin që ti ja ke dhënë lekët institucionit, që është garanti për të sjellë, dhe nuk i ka sjellë, që këtë moment është e pavlefshme. Ky foto nëse faktohet, nuk e di si do faktohet. Ti avokat i njohur dhe i zoti për këtë gjë. A mund të dikush ta çojë në gjykatë kushtetuese dhe ta anulojë votën e diasporës? Deputetët kanë kohë 4 muaj nga miratimi i ligjit që ta çojnë në gjykatë kushtetuese. Po kush deputetët ta çojnë? Sepse kur votua... Jo, a ka element për të çuar gjykatë kushtetuese? Ka element plot për të çuar në gjykatë kushtetuese ligji për diasporën, sepse cënon barazinë e votës, cënon pavarësinë e votës, cënon gjithë procesin zgjedhor. Prandaj këto partitë e reja, me që kanë marrë një mandat, apo të arrin me që kanë marrë dhe elektorat 70.000, 100.000 veta që të në gjithë. Po është lotar, ai ka marrë 70.000 vota me 1 ose 2 deputet. Dhe unë jam gjithë këta bëjnë 50.000 vota, pa 50.000 firma, me që kanë marrë 70.000 apo 100.000, bëjnë 50.000 firma me referendum nëse nuk e çojnë në gjykatë kushtetuese. Bëjnë referendum që ky ligj ta shfuqizojmë. Sepse unë nuk shikoj një vullnet të PD-s-PS-s, pa dy parti më të mëdha, që ligjin e diasporës, sado thënë janë falsifikuar, janë manipuluar opozita sot, nuk ka vërtet çukun gjykatë kushtetuese, sepse u miratu me 100 vota. Folëm me një nga këta deputetët e PD-s. Jo, ti ke drejt në tamo. Po tani ne nuk e atakojmë dota se ne kemi votuar. Edhe politikisht ne ishim pro. O vlla, pro jam dhe unë për votën e diasporës, absolutisht pro, por të ketë rregulla. Pra vota e diasporës ketë fshehtësinë si vota ime, të ketë sigurinë si vota ime, të ketë barazinë si vota ime, të jetë individuale dhe jo kolektive. Patjetër. Dhe këtu le të votoj ky ligj nuk garanton armirë dhe nëse se bën opozita, paktën ta bëjnë partitë e tjera të vogla apo një nisëm qytetare që mbledhin ca firma për referendum dhe ta shfuqizojnë. Do të ska për ta bërë njëri po thotë. Teorikisht. Teorikisht nuk e di, po mbetet. Të lutem, një tjetër. Se s'dorim me Celi Bashi gjithkohës. Po, prapë se lutem. 9 kuti nga diaspora të parregullta. Ama sa pak, do thotë. Vetëm 9 kuti. 9 kuti. Nuk e ndryshon rezultatin. Nuk e ndryshon. Edhe po si tha i Shalci atëherë. Edhe po vonë tha, s'do vjen si këta. S'do vjen si këta. S'do vjen si këta që këto kanë vjet më përpara se më shumë kuti tjetër formulë. Këto kanë. 9 kuti. Pse e nxora unë këtë? Se e kishim një me Celi Bash. Celi Bashi 9 kuti nga diaspora të parregullta. Tani u kam një pyetje që ti të votosh për një forcë politike, sidomos për këta që janë jashtë. Se mirë, në Shqipëri ka siklete, ka gjëra, ka
verbëri tek ata që votojnë. Dakor. Po nëse një person ka shkuar, po themi, në Francë ose në Gjermani, ka shkuar se këtu nuk Vidhej. jo, mos u buna vidhej. Pse ka shkuar të jetoj atje? A nuk jetoj? Sepse Shkuar ishte si- jetë e vështirë. Ka ardhur këtu, jetë në Shqipëri. Po. Apo jo, mirë. Ka vajtur atje. Mbasi ka vajtur atje, ka ardhur fleta votimit. Dhe ky person që ka ikur këto 12 vjet, ka marrë lapsin dhe ka votuar Partinë Socialiste për cilës ka ikur. Po ka ikur për mirë pra. Pra, i thot, bëf shajër, thot, se s'isha bërë mbar. Pikërisht. Po mos kishe qenë vitare këtu, s'isha për të bërë mbar. Po fiks, po mos kishte këtu për të ngrënë, mos kishte këtu atë parat mjaftueshme apo spitalet mira, apo kopshtet mira, apo shkollat mira. Do ishin të rrit këtu. Do ishin këtu. Po. Tash që ka shku jashtë, Tash ka shku jashtë, e ka nxit prit, Partia ka dhe Socialiste, qo. shkoi jashtë. Mirë që ka ik vetë. Dhe thot babës, hajde s'du. Mirë, që Birqeni, na pësën, të vish edhe ti, që Birqeni, thot. Thot e bazë, voto Parti Socialiste, thot. Pra, ja, 9 votat pa rregullta, kështu, 9 kuti. Pak janë. Pak janë. Se një kuti ka 100 vota, 200 vota, se ka që. Ja dhe i mi, ha. Ja dhe i mi, Qa- 9.000 qa vota. vete Po këto kanë fitu me 300.000 vota para. Po, pra, po. S'bëhet diferenca me 9.000 vota. I që se bëm shumë pro-qeveristë, atë bëjmë qikë sigur jemi edhe qikë opozitarë, edi na falë. Berisha, vazhdojmë fushatën, vazhdojmë betejën, gjerë në rikthimin e të drejtës së votës së lirë të shqiptarëve. Po pëlqeu një shprehje doktorit që tha, ai që e nisi, Do e bitisi. ai do e bitisi, tha. Po këtë thoshte edhe Basha. Po mirë, le tash Basha. Si këtë thoshte Basha. Kush e vuri Votën, Basha? votën. Kush e vuri Basha? Baca. Tani Baca flet me tjetër kompetencë. Vazhdojmë betejën gjeri në rikthimin e të drejtës së votës së lirë të shqiptarëve. Do të thënë, deri nga 2070, besoj. Me llogarit thjesht, po të bësh, 2070 më shko shumë, po. Më se akoma. Jo, bëj llogarit 1924, Po. 1991, që erdhi pluralizmi, sa i vjen 40 e ca vite, 45 vite. Ti llogarismja 45. Jo, ti- Edhe atëherë betej kështu ka qenë. Jo plak llogaritni e 100 vjet se këta votimi që vjen po bëhet më sofistikuar vjedhja. Këta po bëhen më profesor ke kjo gjë. Por të paktën kemi garant që nuk do të kalojnë heshte, do të kemi një njeri Që do flasë gjithmonë. që gjithkohë se të ketë jetën, do të jetë duke bërë betejë deri në rikthimin e votës së lirë. Më pëlqeu një batutë e doktorit, tha nuk ka për ta gëzuar pushtetin, tha. Ndërkohë që vetë unë besoj që do ta gëzoj opozitën, jo opozitë gjatë. Mund ta gëzoj, se ka vite që e gëzon, e Po, mund ta gëzoj. Fakt mbas është edhe komod, kështu si se ka më shumë zë, ka më shumë luftë. Më mirë fare i fshatit se i fundit i qytetit. Po, fund fare deri në qeveri. Po. Do të çosh mëngjes herë. Do Megjithëse të çosh bësh reforma, kurse kështu s'më vota. Kështu vetëm flet. Votën, po. Pa, ka më komoditet ish kryetar opozitës se sa. Kryetar opozite. Po dhe punë mund të bësh, ne kullën e gjë bën pa problem brenda rregullave. Pa brenda rregullave. Pra, jo vetë po them opozitarët që janë aty. E bën sepse kjo politika është bërë si SHPK. Po. Kështu që të dashur shqiptar lusni Zotin të ketë frym dhe jetë doktori që të vazhdoj betejën. Po vetëm Se po e la betejën, ku do mbyteni? Se di, unë Ku do mbyteni? Edhe Gjermania është keq, me thënë drejtën. Vetëm doktori e mbron votën e lirë. Drejt. Asnjë tjetër. Dhe unë i besoj, vazhdoj. Kalojmë në një informacion tjetër. Se po ne ka zi. Shumë gjë, shumë mendime u përplasën kokën time. Telegraf. Liderët europian dhe amerikan e shohin Ramën si forcë stabilitet. Ngela se cilët lider amerikan. Se Amerika me thonë drejtë ka i lider. Pa e thotata pra. Apo E thënë ata. apo ka edhe këta presidenti Kolumbis, ky i Perus, këta, Ja, edhe Maduro i Venezuelës. edhe Maduro. Se unë di një gjë. Kur vjen puna tek liderët, janë europianët dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ky amerikanët nuk më vjen. Po gjithsesi, faleminderit Agjencia Telegrafike Shqiptare se konfirmon një gjë, cilën unë kam shegu që e them. Forcë stabilizuese rajon. Pra, për ndërkombëtarët, nuk i plas fare se si jetojnë sklevrit këtu. Kanë të hanë, s'kanë të hanë. Kanë pa drejtësi apo kanë drejtësi.
Kanë reforma, nuk kanë reforma. E gjitha është stabilitet. Dhe ky burri thot, doni stabilitet, thot. Kisha 74 deputet, në mandatën e 4 i bërë 84. Si puna e Fidel Castros. Periudhës që përmenda më para, 1924, 1991. Ishte stabilitet. Ishte stabilitet. Asnjë forcë aleate komuniste që ishin nuk kalonin nga Shqipëria. Kishte luftë, bunkerizoi. Po. A kishte më stabilitet se kishte Amerika? Votoni tha, nga 80, 90, 99, 99.99 çoj tha. Nga Sa do të Mehmet Shehu mos sa ka ndërtuar 24 vjet. Po arri kryeminist 16 i bën. Po, si kryeminist i bën 16 ky. Se ka dhe ca si ministër, ka dhe ca sekretar bashkie. Po si kryeminist 16 egzama. Mbas Mehmet Shehu është i dyti. Po, i dyti. Asa Dil Çarçani nuk ja doli. Goxha stabilitet ka. Po. Pra, tani do dini një gjë, mund mos keni liri, mund mos keni demokraci, po kemi stabilitet. Nuk ka au ju, ka stabilitet, ka rend. Se shqiptarët të thonë, ore, kishte lezet kua e veri, di mirë keq e veri. Ta varte e veri për kokën gosht, kishte lezet atere. Dilte gruaja shkote turni tret, e ashtu se brigadieri po vari bidonën, nuk e prekte njëri me dorë. Shtu prekte, po ishte gjithë pa buk, grua kur dilte ka turni tret. Nese, mos edhe vjellim se është orari. Ju lutem, regjia, dikush nga regjia të ndihmoj, po. Linda Rama, shqiptarët i besutën Edi Ramës, mandat të fort, u lidh filli me prindërve dhe ëndrës për të bërë Shqipëri si gjithë Europa. Shikoni tash, i ka ndryshuar të gjitha Edi Rama. Natyrisht tash kishte ardhur për një ndryshim nga demokraci, themi drejtën, në stabilitet, s'po e quajmë diktaturë, stabilitet. Nga demokraci, pluralizëm, tranzicion, në stabilitet. Të kesh një parti është stabilitet. Po, një parti e vetme. Nuk ri qamë drasë dhe tha kjo, tha, një parti. Zonja e kryeministrit thot, i besun Edi Ramës dhe jo vetë ndryshoj historia e Shqipërisë, po ndryshon dhe historia, nuk është loj fjalesh. Pra, ndryshoj rrjedha historike, po dhe historia si shkencë. Kush realizoi shqiptarëve dëshirën e duam Shqipërinë si gjithë Europa? Edi Rama. Ai do japi pasaportën. Pra, ju dolët edhe unë, Gomari, dolëm në 90-ën, liri demokracie, duam Shqipëri si gjithë Europa. Për të vrarë dolëm, të bjerë komunizmin e të vdesim ne. Nuk e bëri dot asnjëri, e bëri Edi Rama. Kështu që një bravo të madhe zoti kryeministër, që ëndrrën, ç'po ballarën më dhe tonët, të rinj ishim atëre, po baballar kishim moshën për baba, le të themi. Dhe urdhë, ja. Faleminderit që mas 35 vjetëve që erdhëm si që futi në shkretir, vërtet, ishte ti që lidhe fiet mes liri demokraci, Shqipëri si gjithë Europën, tani bëri Shqipëri si gjithë Europën, tash edhe stabilitet. Liri demokraci një moment tjetër. Patjetër, unë për sa kohë ka si gjithë liderët evropian, sumitit që ishin, se sa sumutit që ishte, nga si gjithë, të shimi, edhe ne kemi shku atje. Po. Jemi shkëmbyer, po dhe Bangladeshës si të njerëz janë, këtu do vi. Ato do t'i bëjnë dhe ato si gjithë Europa, shumë gjithë Europa, kështu që me thonë drejtë ka bërë goxha progres. Por ky stabiliteti, ky më ngjit mua. Dhe që bëri ëndër realitetin ton. Më fal. Bëri realitet ëndrën ton. Pra, e mori, ne kishim ëndër që të kishte pluralizëm, që Shqipëria të ishte si Bashkimi Evropian. Ky e mori edhe që bëri, fap, tak, avash. Do në japi pasaportën e BE-s. Dhe ne kur të qojmë një ditë, të qojmë që realiteti është me i bukur se ëndra. Më lërë të marrë vete pak, Kristiano, ka mundësi pak publicitet? 5 minuta, që të qash edhe.